Një balenë me gung që kishte mbetur e bllokuar për muaj të tërë në detin Baltik, pranë brigjeve të Gjermanisë, më në fund është kthyer e lirë në det të hapur. Ngjarja ndodhi disa ditë më parë kur balena u çlirua dhe nisi të lëviz drejt ujrave më të thella, pas një operacioni shpëtimi që zgjati disa muaj. E gjithë historia nisi në fillim të marsit, kur balena u pa për herë të parë pranë portit të Wismar në 3 mars. Prania e saj në këtë zonë ishte e pazakontë, pasi këto ujra nuk janë habitati natyror i balenave me gung. Kafsha duke e humbur dhe e paaft për të gjetur rrugën drejt detit të hapur. Gjatë javëve që pasuan, balena u monitoruan nga ekipe të specializuara shpëtimi. Situata e saj u bë shqetësuese sepse qëndrimi i gjatë në ujra të cekta dhe të mbyllura mund të ishte i rrezikshëm për shëndetin e saj. Për këtë arsye, u vendos të organizohej një operacion për të ndihmuar të largohej drejt oqeanit. Në këtë operacion u përfshi edhe anija Fortuna B, e cila luajti një rol të rëndësishëm në drejtimin e balenës. Ekipet e shpëtimit përdorën një metodë të kujdesshme, duke u udhëhequr kafshën gradualisht drejt ujrave më të thella, pa e stresuar apo dëmtuar atë. Balena, e cila nga disa media është quajtur Timi, u tërhoq në mënyrë të kontrolluar përmes një barke lundruese që e ndihmoi të largohej nga zona e rrezikshme. Ky proces kërkonte shumë durim dhe koordinim, pasi çdo lëvizje e gabuar mund ta shtynte kafshën në drejtim të kundërt. Kur më në fund u çlirua, balena doli për pak qaste në sipërfaqe pranë anijes shoqëruese. Ajo lëshoi një shatërvan ujë, një sjellje tipike për balenat kur dalin për të marrë frymë. Pas këtij momenti, u zhyt ngadalë në det të hapur, duke u drejtuar drejt ujrave më të thella. Ky moment u konsiderua si kulmi i një operacioni shpëtimi që kishte zgjatur për disa muaj dhe kishte përfshirë shumë ekspertë të jetës detare. Qëllimi kryesor ishte që balena të kthehej në habitatin e saj natyror në mënyrë të sigurt. Për të ndihmuar në monitorimin e saj pas lirimit, ekipet e shpëtimit i vendosën një pajisje gjurmuese. Kjo pajisje do t'u lejojë shkencëtarëve dhe organizatorëve të operacionit të ndjekin lëvizjet e saj dhe të sigurohen që ajo po udhëton në drejtimin e duhur. Në veçanti ata shpresojnë që balena të arrijë me sukses në detin e Veriut dhe më pas në Oqeanin Atlantik, ku do të jetë më e sigurt dhe në habitatin e saj natyror. Raste të tilla tregojnë sa e rëndësishme është ndërhyrja e shpejtë dhe kujdesshme kur kafshët detare humbasin rrugën. Detet dhe oqeanet janë mjedise të mëdha dhe komplekse, dhe ndonjëherë kafshët mund të devijojnë nga rruga e tyre për arsye të ndryshme, si orientimi i gabuar, ndotja akustike ose ndryshimet në rrymat detare. Ky rast u ndoq me interes të madh edhe nga publiku, pasi historia e balenës Timi u kthye në një shembull të bashkëpunimit mes shkencëtarëve, ekipeve të shpëtimit dhe autoriteteve detare. Ajo tregon se me kujdes dhe koordinim është e mundur të ndihmohen edhe kafshët më të mëdha dhe më të ndjeshme në natyrë. Në fund, kthimi i balenës në det të hapur u pasi një sukses i rëndësishëm për mbrojtjen e jetës detare dhe një kujtesë se ekosistemet oqeanike kanë nevojë për vëmendje dhe kujdes të vazhdueshëm nga njerëzit.